do të konsiderohet një finale, ajo konsiderohet gja një finale e dështuar, po ta marrim në këtë aspekt, sepse që nga fakti që Brikena nuk u përfshi në finale, po përfshihet Rogerti, i cili gjatë gjithë kohës ka bullizuar, ka ofenduar, ka sharë, ka dhunuar psikologjikisht banorët, ka prekur familje, ka dalë në studio, ka rihyrë prapë, dhe prapë vajtë në finale pa u penalizuar asnjëherë, do thotë që finalja është një dështim për sa i përket kësaj. Dhe nëse prap do të ishte dhe fituesit mos ishte një nga ata të dy, që duhet jetë patjetër ose Selin ose Mateo, sepse nuk ka lojtar tjetër më të preferuar jashtë. Do të ishte, në qoftë se fitore do ndahesha për shembull Mirit ose Rogertit, do të ishte pastaj dështimi tjetër i radhës, si disa dështime që kanë ndodhur këtë Big Brother.